Përshëndetje të nderuar miq, ku jemi përsëri së bashku në Shqipëria e Re në Fokus, emisioni i cili fotografon për ju institucionet dhe individët të cilët i japin jetë, i japin dinamik partisë Lëvizja Shqipëriare. Sigurisht ata e bëjnë në mënyrë të përditshme duke komunikuar me ju, duke prezantuar platformën politike dhe duke diskutuar me ju. Por në këtë emision ata vinë, prezantohen për të gjithë ju dhe sigurisht tregojnë për të gjithë ju pa ndarë asnjëri prej jush punën që kryen në vazhdimsi. Kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që i ftuar i ditës sotme është zoti Neritan Seferkolli, sekretar organizativ për Qakun e Durrësit, Partia Lëvizja Shqipëriare. Faleminderit që jeni me mua. Është kënaqësi. Atëherë, zoti Seferkolli, mund të themi pse ju jeni pjesë e Lëvizjes Shqipëriare, cilat ishin arsyet që ju shtyn të bëheni pjesë dhe jo vetëm pjesë, por dhe organizator tashmë i kësaj lëvizje? Si fillim, unë njoha me Lëvizjen Shqipëriare, gjatë nismës që kishte kundër korrupsionit, ku të gjithë qytetarët e ftoheshin që të firmosnin një peticion kundër korrupsionit. Një deklaratë mos gaboj unë, e cila thoshe marr përsipër të mos bëjmë pjesë asnjë lloji korrupsioni. Pra, mos korruptohen vetë dhe mos korruptoj të tjerit. Kjo është gjëja më e mirë që kishte arritur një lëvizje ose një parti në Shqipëri, sepse radha parë duhet të informohet populli. Populli është ai që korrupton, sepse administrata nuk korruptohet nga njëri tjetri. Drejt. Populli është ai. Nëse ne do ta bindim shoqërinë civile që mos korruptojnë, ne të kemi një shoqëri që mos korruptoj, atëherë ne do kemi edhe administratë të pa korruptuar. Nëse do jetë kjo shoqëri civile 100% e kulturuar që mos korruptoj dhe çdo gjë të bazohet në bazë të meritokracisë. Më pas, kur doli platforma politike e Lëvizjes Shqipëriare, unë pata rastin që ta kisha në dorë, në atë kohë sapo kishin filluar edhe takimet e para, shikoja të rinj që bënin takime një nga një. Dhe këto takime publikoheshin ke 77 News, i nxirrin në Facebook dhe shikoja përveç prezantimit platformës politike, kishim edhe prezantim çdo ditë të rinjve, një promovim të rinjve. Pra ju pëlqeu modeli i komunikimit dhe politikë bërë. Një nga një. Pse? Sepse shumë pretendojnë që po bëjnë politikë të re. Po nuk është politikë e re, po metodat vjetra. Me metodat vjetra. Nuk është politikë e re ajo. Ne shikojmë që dalim përpara dhe mbledhin një turm me njerëz. Ajo turma me njerëz mund të jetë një turm që është mbledhur rastësisht, mund të jetë një turm që është mbledhur në mënyrë të organizuar. Në mënyrë të organizuar, fjala bie ju i thoni Neritani dhe Neritani merr 50 shok atje me vete. Pa ditur për çfarë vin. Pa ditur pse vinë dhe vetëm dëgjojnë dhe shumica ka mundësi edhe qeshin, sepse nuk e kanë haberin se për çfarë juve po flisni. Ndërsa e rëndësishme është në takimet që ne kryejmë, është e rëndësishme që ta bindesh të dëgjoj. Ta bindesh qytetarin të dëgjoj. E rëndësishme është të dëgjoj. Më pas mund ta bindesh që të bëhet pjesë e jona, por në fillim të na dëgjoj. Dhe kjo në fillim e lexova platformën, çdo parti politike e re formuar i di problemet e shoqërisë dhe normalisht për një kauzë të caktuar ngrihet dhe normalisht një platformë politike do ta ketë të bukur. Le të flasim për platformën politike, duke tekaluar modelin, po themi sipërfaqësor të një platforme politike. Cila nga pikat janë 7 pika mos gaboj në platformë. 7 pika dhe po shton edhe 12 të tjera se si. Cilat janë këto që ty të bën më shumë përshtypje dhe pastaj të flasim në punën që ti ke patur me individët, me qytetarët, kryesisht të rinj, ka pëlqyer më shumë. Në fillim, çfarë më ka pëlqyer mua? Më ka pëlqyer shumë pika 7-sh, domethënë marrëdhënia midis SBA-s dhe Turqisë, domethënë marrëdhënie të ngushta, ashtu siç janë, po të forcohen dhe të marrin model nga ato. Pra ju i referoheni modelit të qeverisjes që sugjeron Partia e Lëvizjes Shqipëriare, që është modeli amerikan, sistemi presidencial dhe raporti primar prioritar që ka Lëvizja Shqipëriare me Turqinë, mos e bëj. Ndërsa ajo që më bëri mua më shumë përshtypje ishte në asnjë platformë politike, nuk kisha lexuar që të thoshte ne duam të ndalojmë me ligj fajten dhe kumarin mbi xhoxhin. Kjo është diçka shumë e mirë. Jo e mirë, po shumë e mirë. Ti mendon se duke i ndaluar me ligj të rinj nuk do luajnë më, apo mund të bëhet bie fjala që të luajnë në mënyrë ilegale edhe të rritet, po themi, qarkullimi i lekut pa u kontrolluar nga shteti? Se tani kontrollohet? Nuk kontrollohet as tani. Formalisht po, se sa eficiente është. Ne nuk shikojmë. Ne dalim dhe unë jetoj në rrethin tim Durrës dhe atje ka më shumë kazino se sa fura buke. Dhe njëri nëse del të pi kafe, të dalë me shokët, të takoj shokët,
atëherë do ndalet në një kazino, ose në mos loz ai një shoku ti do loz. Nëse një ditë ai shkon dikë duke fituar, atëherë do joshet. Ne s'mund t'ia çojmë këto kazino ke dera njerëzve. Të paktën të kishte një organizim edhe në këtë sistem që jemi, po të kishte një organizim, të ishte diku larg ashtu siç e ka gjithë bota. Pse neve do t'ia çojmë njerëzve ke dera shtëpisë? Ne shkojmë për të blerë bukë, unë mund të them një rast, dikush kish dalë për të blerë të jamës duhan dhe kish humbur lekët atje dhe nuk shkonte dot në shtëpi. Tani ne i shkaktojmë stres atij të riu, i shkaktojmë edhe sherrin në shtëpi duke e çuar atje. Dhe po ta mendojmë që shumica nuk është se pagojnë taksa të rregullta. Pra ju për sa unë kuptoj duke qenë në raport me teleshikuesit, ju keni vënë re një shqetësim të shtimit të numrit të kazinove dhe platforma politike ju ka tërhequr më shumë në këtë element, ndalimin. Pra jeni shqetësuar për këtë, po themi, model social kulturor që i ofrohet trimve, që nuk është pozitiv, duhet të thonë, duhet ofruar më tepër studim, më tepër punë, apo jo që e kanë platformë Partia e Lëvizjes Shqipëriare. Patjetër që po. Tjetër pikë. Pika e parë, fuqizimi i shtetit kundër korrupsionit. Është shumë e bukur. Drejt. Të flasësh kundër korrupsionit në një shoqëri që jo vetëm institucionet shtetërore janë korruptuar. Tani dhe të fillosh punë diku në një shoqëri private, duhet të njohësh dikë, duhet të njohësh një mik, edhe kjo është shoqëri e korruptuar. Dhe s'ka meritokraci pra. Po, dhe atje në platformën politike, sepse platforma është një e mbledhur. Edhe unë në fillim kisha disa probleme në kuptimin e platformës, sepse është përmbledhur gjitha ajo platformë politike, gjitha ajo ide e një partie për qeverisur është përmbledhur në 7 pika dhe aq e vogël. Por ajo është shumë e gjerë. Kush është i interesuar, unë prandaj dua që gjatë takimit qytetarëve dua t'i bind që të më dëgjojnë, që unë t'ia shpjegoj sa më mirë. Dhe me anë të fjala bie për korrupsionin, me anë të krijimit të referendumeve për të zgjedhurit. Çdo 3 muaj drejt forcimi i pushtetit individit për edhe të shoqërisë. Sepse ne shikojmë, kemi deputet të zgjedhur apo jo. Shikojmë deputet që janë në parlament, vinë një në 4 vjet dhe gjatë gjithë 4 vjetëve nuk kemi ligje elektoral që e nxit këtë po themi mungesë të llogaridhënies. Jo dhe aq. Pse? Sepse përderisa ne kemi besuar një programi politik, i kemi besuar asaj partie politike që na përfaqësoi, sepse unë kam votuar dhe ju keni votuar. Ne një në 4 vjet vjen dikush, na pyet, na thot çfarë probleme keni, dhe ato probleme harohen dhe nuk vjen dikush. Një deputet është i zgjedhur juaj për të na përfaqësuar atje në kuvend. Por zëri jon nuk është një në 4 vjet, sepse unë nuk kam të njëjtin problem që kisha para 4 vjetësh. Unë duhet të vi dhe të pyetem, sepse problemet shtohen gjithë kohës, çdo ditë. Prandaj që duhet të forcuar dhe marrëdhënia me njerëzit. Dhe kjo vjen edhe një ndryshim të Lëvizja Shqipëriare, që është marrëdhënia një me popullin. Dhe ne ashtu siç e kemi nisur model mjaft eficient. Duke bërë promocion ose më saktë duke ju folur njerëzve për platformën politike, ashtu mendojmë që ta vazhdojmë edhe mbas 23 qershorit. Atë folëm për elementet të cilët e kanë shtyrë personin tuaj të jetë pjesë e Lëvizjes Shqipëriare dhe sigurisht organizator tashmë drejtues komunikoni për ditë. Unë do doja të di, duke vënë veten në pozicionin e teleshikuesve dhe lexuesve të gazetës 77 News, cilat janë problematikat që ke hasur në këtë diskutim, me këtë model të Partisë Lëvizja Shqipëriare me qytetarët, me individët dhe sigurisht atyre sipas mendimit tuaj çfarë i ka pëlqyer më shumë nga platforma e partisë suaj? Në momentin që jetojmë, njerëzit janë shumë të pakënaqur me qeverisjen e pushtetit vendor ose e pushtetit qendror. Dhe gjatë takimit, kur ne i flasim, nuk kanë besim ke partia. Nuk është puna vetëm partia jonë, por dëgjoj një emër të ri dhe thuan që gjithë e kanë, bëjnë edhe kritika, gjithë për veten e tyre përpiqen. Pse? Sepse kjo është krijuar ke njerëzit dhe ne përpiqemi që t'i tregojmë diçka ndryshe. Dhe kur ne i flasim që ne jemi gjithë të rinj, ne nuk kemi qenë të përzierën politik, ne nuk kemi as mbas ti politikani, as mbas ati politikani. Ata ne solidarizohen me ne, sepse ne i dukemi pjesë e tyre. Sepse ne realisht jemi pjesë e tyre. Sepse nuk kemi qenë pjesë e politikës. Vini prej tyre, është model individis shumë i përhapur. Ne jemi njësoj si ata, ne i dim problemet e tyre dhe platforma politike është bërë prej tyre, sepse gjatë gjithë
verës e vjeçme, aktivistë të Lëvizjes Shqipëria e Re kanë dalë dhe kanë pyetur qytetarët se çfarë probleme kishin. Në bazë të këtyre problemeve janë ndërtuar dhe ato pika që janë në platformën Lëvizje Shqipëria e Re. Prandaj kanë shumë lidhje me realitetin dhe janë shumë sociale për çdo kategori njerëzish. Dimensioni social i Partisë Lëvizja Shqipëria është kudo gjendur në fakt. Shumë i gjerë. Po, duke filluar që ka kundër abortit dhe duke përfunduar ke përkujdesja sociale për pleqt. Domethënë i përfshin të gjitha ndalimi me ligjin lypjes dhe ofrimi i punëve për të mos dhënë lëmoshë për të dhënë dinjitet njerëzor. Ne flasim për qarkun e Durrësit. Ju tashmë jeni i rinë, moshë 3, siç është shumica e Partisë Lëvizja Shqipëria e Re, me pasionin e moshës tuaj, me një eksperiencë munguar të cilën po e plotësoni dita ditës duke komunikuar me njerëzit, duke marrë pjesë në organizimet e Partisë Lëvizja Shqipëria e Re. Për qarkun e Durrësit, si politikë bërës së ri, çfarë do të sugjeroni ju pra qytetarëve tuaj përveç platformës që është e përgjithshme për gjithë shoqërinë? Sigurisht duhet ta specifikoni për qarkun e Durrësit. Çfarë problematike do ngrini ju si politikë bërës i ri për qarkun e Durrësit? Po ta shikosh platformën politike, po kthehem prapë ke platforma politike, sepse ne sapo thamë që i përfshin të gjitha problemet dhe shumë sociale dhe të gjithë kategoritë e njerëzve, kështu që unë nuk mund të hedh poshtë atë që sapo thamë. Jo, ka për shembull në platformën politike dhe në gjithë veprimtarinë e partisë është një për turizmin, një pikë e caktuar. Po, mund të themi që atje ku e gjen më shumë veten Durrësi ke platforma politike, ose më saktë ku mund ta ndihmojë më shumë platforma politike. Po këtë do ta përktheni ju si politikë bërës së ri tash, duhet sillni interesin, po themi lokal, në raport me interesin kombëtar. Patjetër. Në Durrës, ashtu siç e thash, mua më shqetëson dhe ambientin tim që më rrethon, më shqetësojnë shumë këto lojrat e fatit që duhet të hiqen, sepse është një problem i madh shumë për shoqërinë. Ndoshta juve nuk e ndjeni, po unë që i takoj ata njerëz ditë për ditë, nuk ka njeri që nuk vuan nga stresi i atyre, sepse ju thash që e para. E dyta është vëmendja ndaj turizmit. Tjetra që do doja nëse ju keni bërë pjesë ke iniciativa fto sa më shumë miq për të ardhur në turizëm dhe si ka funksionuar në Durrës, kjo që është një qytet turistik bregdetar nga më të rëndësishmit e Shqipërisë. Nuk kemi njësi për ta matur se sa erdhën prej nesh. E rëndësishme është që ne i ftuam miq që të vinë në Shqipëri. Dhe ne i ftojmë gati çdo ditë që të vinë në Shqipëri. Jo vetëm kur e kishim nismën. Ne e nisëm atë nisëm dhe edhe sot ne i ftojmë. Edhe sot unë nëse flas me një mikun tim të huaj apo nuk e di që ndodhet është një shqiptar që ndodhet jashtë trojeve tona, e ftoj që të vi të kaloj pushimin këtu, ose i flas më shumë edhe shokëve dhe shoqeve të mia që dëgjoj, sepse ne kemi turizëm, ne kemi vende shumë të bukura për të eksploruar. Dhe në Durrës, çfarë do bënte punë në Durrës? Në Durrës duhet të lirohet plazhi. Duhet të lirohet plazhi pasi është zbatuar. Në Durrës nuk mund të tani është bërë edhe plazhi që është atje i qytetit, është bërë pjesë pronë private. Domethënë gjatë gjithë dimrit qytetari e shikon detin si të tij, kur vjen vera që të ngul një çadër atje, nuk mund ta ngul. Kështu që është përgjegjësi e pushtetit. Pra ka nevojë për më shumë rregull në organizim. Patjetër që po. Dhe kjo është pasojë e korrupsionit, sepse të gjithë ata që zaptojnë plazhin janë pjesë e një korrupsioni, pavarësisht se mund ta nxisin apo mund të korruptohen vetë. Apo mund të jenë pjesë administratës vendore, apo mund të jenë pra, në një farë mënyrë, përsa unë kuptoj, politikbërja jep mundësi çdo qytetari që gjithë shqetësimet e tij të ndërtojnë në institucion. Dhe Partia Lëvizja Shqipëria e Re po ja ofron ju këtë mundësi dhe sigurisht ju po kontriboni që të kërkoni shqetësimet e qytetarëve për të bërë rregull në raport me turizmin, në raport me masën e prezencës së një kulture të caktuar që padyshim kultura liberale e pranon, por do rregulla për fajde, për bigjozën dhe për të tjera. Ne jemi pak konservatorë në këtë pikë. Po drejt. Është konservatorizmi është një element më të rëndësishëm të politikës, sigurisht në raport me ekuilibra të tjerë. Atëherë, siç është bërë traditë në këtë emision, të gjithë të ftuarit bëjnë një prezantim kush janë në raport me ata që na ndjekin nëpërmjet ekranit dhe sigurisht pyetja standarde është si do ndiheshit ju në rast se Partia Lëvizja Shqipëria e Re do ju fuste në listat e kandidatëve për qarkun e Durrësit. Prezantimi për veten time. Unë kam studiuar 3 vjet ke gjeologji miniere, nuk jam diplomuar akoma, kam provimin e diplomës
mbas si kam mbaruar 3 vjet ke gjeologji miniere, të kam punuar si menaxher në një shpërndarje pijesh, më pas në një menaxher në një hotel në plazh. Tani vazhdoj shkollën tek në kampus për shkenca politike në vitin e parë, sapo mbarova sezonin. Vazhdoj me fuqatën e Lëvizjes Shqipëria e Re. Nëse unë do vendosesha në listën e kandidatëve, do kisha një përgjegjësi shumë të madhe. Sepse gjithë këto vite nuk kam parë dikë që të më përfaqësoj realisht, po pavarësisht se kam votuar 2 herë, 3 herë, nuk më ka përfaqësuar njëri. Dhe nëse unë do merr një përgjegjësi për të përfaqësuar dikë, duhet të mendohesha mirë. Dhe nuk është vetëm një luks apo një vlerësim për mua, por është një detyrë dhe një përgjegjësi nëse dikush do më vendoste ke listat e kandidatëve, apo nëse dikush do më besonte votën e tij. Dhe nëse dikush do më zgjidhte mua për t'i përfaqësuar, atëherë ai do më jepte gjithë sovranitetin e tij për ta përfaqësuar unë në parlament. Kështu që unë do kisha një përgjegjësi të madhe. Gjithsesi jeta ime do ndryshonte, do vazhdoja punën në shkollë dhe do doja që të shikoja nesër pas nesër një përfaqësues të popullit që të vazhdonte të bënte jetën e tij normalisht. Për ta bërë Shqipërinë më të begat, po, dhe me solidaritet. Dhe me solidaritet, siç është edhe slogani. Në fakt, slogani, përsa unë jam informuar, slogani elektoral është drejtësi dhe zhvillim, duke referuar AKP-s së Erdoganit. Patjetër. Mua më pëlqen më shumë ne punojmë si milingonat për të ndërtuar Shqipërinë e re. Slogan interesant. Punojmë si milingona, padyshim të gjithë ju të nderuar teleshikues e dini që nga fabulat e vjetra që milingona është institucioni, po e quajmë në thonjza, që përfaqëson punën e ndershme dhe një produkt tepër të madh për aq të vogla sa janë. Edhe në fakt, edhe modeli që zotëria e solli në vëmendjen tuaj është komunikimi i drejt për drejt me individin, për t'i marrë individit çdo shqetësim që ka dhe sigurisht për t'i ofruar një platformë politike elektorale e cila tenton të jetë në ekzekutivin e nesëm, por atë e vendosni ju. Dëgjojni, ky është një nga projektet që ju ofrohet dhe sigurisht zgjidhni atë që është më e mira për ju. Ky projekt ka veçantinë e tij. Ne sollëm disa nga elementet, të gjithë të ftuarit e këtij emisioni janë të ri, vajza djem të ri, që vinë me një pasion të moshës tyre dhe që dëshirojnë më të mirën e Shqipërisë. Në rast se ju i mbështetni, sigurisht Shqipëria mund të ndryshojë. Apo nuk ndani gjendin mendim. Patjetër që do ndryshoj. Patjetër që do ndryshoj. Entuziazmi i rinisë, entuziazmi i çdo individi në këtë moshë 3 duhet patjetër për krah. Nga unë Artur Nura, mirupafshim.